A e dini se Satani priti saktësisht 40 ditë për të sulmuar Jezusin? Ai nuk erdhi kur Jezusi ishte i fortë. Ai priti derisa trupi i tij ishte në limitet e tij absolute për të nisur një nga sulmet më intensive shpirtërore në histori. Imagjinoni këtë, temperaturat tek shkretëtira e një des që kalojnë 40 gradë në një vapë përvëluese. Asnjë hije për të pushuar. Asnjë ushqim për të ngrënë që të merrte fuqi, asnjë shoqëri njerëzore për ta inkurajuar. Luka 4:2 na tregon se Jezusi nuk rrëi asgjë gjatë atyre ditëve, një agjerim plot dhe absolut. Dhe pikërisht kur trupi i tij fizik arriti pikën e thyrjes, Satani u shfaq. Tritundime, secili projektuar në mënyrë kirurgjikale për momentin e tij më të dobët. Satani i ofroi bukë kur Jezusi ishte i urritur, i ofroi pushtet kur ai ishte i izoluar, i ofroi lavdi kur ai ishte i raskapitur fizikisht. Çdo sulm i llogaritur në kohën e duhur, çdo ofertë e vendosur në mënyrë strategjike, por ja çfarë tronditi mbretërinë e errësirës. Jezusi refuzoi çdo njërin prej tyre, jo me mrekulli, jo duke thirrur legjione angjësh, por me të njëjtën armë që mbani ju sot, fjalën e Perëndisë. Mateu 4:4 regjistron përgjigjen e tij të parë. Njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Mateu 4:7 vjen përgjigja e dytë. Mos e vër në provë Zotin, Perëndin tënd. Mateu 4:10 goditja e tij përfundimtare. Adhuroni Zotin, Perëndin tuaj, dhe shërbejini vetëm atij. Dhe Mateu 4:11 deklaron: atëherë djalli e la dhe ja erdhën engjëjt dhe i shërbejnë. Vini re, agjerim nuk ishte momenti i dobësisë së Jezusit. Ishte vendi ku ai demonstroi autoritetin e tij absolut shpirtëror. Jezusi nuk agjeroi për të gjetur Perëndi. Ai agjeroi për të përballur me armikun nga një pozicion i palëkundur, i armatosur vetëm me shkrimet, i mbushur me frymën, i ankoruar në vullnetin e Atit.